Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë të tema 111 me temën lutja kur dëgjojmë qend duke lehër natën. Këtë temë autori e sjell duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e përmend tu, kur të dëgjoni natën qend duke lehur dhe gomerët duke pëllitër, lutjeni Allahut t'ju ruaj prej shejtanit, sepse ata shohin atë që ju nuk e shihni. Këtu përmendet prap pallja, që thëmë na, pallja e gomarit, e cila është treguar edhe në hadithin më herët kur kena tregu për këndimin e xhelit, këndimin e knusit, që ka qenë më herët javën e kaluar, e që pejgamberi sa më ka tregu se gomari i sheh atë që na nuk e shohim, domthonë i sheh e gjend shejtant, dhe Allahu ja ka mundsu një gjë të tillë, kurse tash përmendet po ashtu me një hadith tjetër përmendet gomari bashkë me qenin. Pra edhe qeni kur le është për arsye se shet diçka që njerëzit nuk e shohin, e që këtu është për qëllim botën e shejtanëve, botën e xhenëve. Këtu unë çet hadith ka thënë pejgamberi sa kur të dëgjoni qend natën duke le, ose kur të dëgjoni natën duke le qend. Dietarët kur kanë thënë të shprehja natën, e kanë diskutuar a është për qëllim se vetëm natën, do të më thonë eudhu billahi minash shaitanir rajim, kur të nim qend duke le, apo është domthonë natë po edhe ditën. Në disa hadithe tjera nuk është precizuar nata ose dita, vetëm se ka ardhur në mënyrë përgjithshme. Në këtë hadith precizohet, përmendet special nata. Andaj disa dietarë thonë se aty çka nuk ka qenë precizuar, këtu precizohet dhe kufizohet që vetëm natën. Për arsye se nata, çish është edhe në hadithe tjera, është vendi, është koha kur shejtan dalin më shumë. Shejtan dalin më shumë edhe lëvizin më shumë, kurse ditën është domthonë lëvizja e shejtanit është më e vogël. Andaj edhe qend e shohin më shumë natën. Mbas kuptimit që ti sqarimi dietarëve, dhe Allahu alem ky duket më qenë më i saktë. Pra kjo është më shumë e kufizuar nëse qend lehin natën. Kurse ditën ka thënë dietarët, ditën ka mundsi qend me po ashtu diçka, po të njëjtën kohë ka mundsi edhe me po sa në tjera të ndryshme. Domthonë për arsye të lëvizjes njerëzve, e që është më e lehtë ditën me po me leçani edhe për shkak njerëzve, edhe për shkak ndaj çështje, për shkak ndaj muhabeti tjetër jashtë djajve. Andaj më saktë është se natën, nëse i nim qend duke le, me thonë eudhu billahi minash shaitanir rajim. Kurse nëse dikush edhe ditën e thotë, ta s'ka të keqe. O ditën me thonë kur tani qenin to le, s'ka të keqe, po mbas hadithit kjo kuptohet më shumë. Edhe ajo që e kena përmendur edhe në dersën e kaluam, kjo është e argumentuar me citat, me shpallje. Na nuk e dim çish ka mundsi qeni me po djajt, çfarë forme. Andaj edhe disa sqarime që ju ndalën në internet përmes shkencëtarëve, se syni i qenit i sheh disa valë domthonë speciale në gjithësi, këto nuk do të thonë që të valë janë ajo çka ja mundson qenit me pa shejtanin. Na zguxojmë me thonë kështu. Për arsye se ka ndalë disa studime që e përmenin se janë disa valë speciale që qeni i sheh me sy, Zoti ja ka mësuar po, andaj çita ku kanë gjend. Çita ku kanë shejtan që i ka përmendur pejgamberi në hadith. Ka mundsi më kon. Po ka mundsi mos po kon. Për arsye se kjo çka është kjo? Kjo është gajb. Kjo është e fshehtë. Edhe muslimanët nuk guxojnë me dhon prononcime të sigurta për çështje të fshehta. Kjo ka të bëjë me çështjen e dijes, çështjen e meseleve. Zguxojmë na më hap shumë, për shembull, sikur më thon dikush qysh edhe ka ndodh, i kina po me lajken filan vendi, po ku vedin që ka me lajke? Kush kallzoi ty që ka me lajke? Pe i ka e dite. Këta si dietarët e thellë të islamit nuk mashtrohen me kësi çështje. Tregohet për Ibn Taymiyah rahimahullah se ku ka qenë në burg në Damask, ka dalë zoni, u përhap zoni që Ibn Taymiyah ka dalë për i burgit edhe ka shku me një katon filan vendin e ka marrë një ders. Edhe në zonë, sa që e ka njohë, ka thonë, po, ka qenë të na. Edhe ka mojë ders, edhe në ka spjegu për feje, sa kur ka një sultani,
e thirrë Ibn Taymijen. Ai në burg. Thot tash e vërtet që ke dalë për burgit. Edhe ke shku filan vendin edhe e kthy. Thot jo s'është e vërtet. Thot por njerëzit që atë kanë pa ty të njohin, domosdoshmë sikur më thon nxënësi jo çka kanë nejt me ty. Ka thonë që ka ardhur na ka mojt dersin, na ka kallzu dersin edhe thot po ndoshta u kon shejtani në formën, domosdoshmë në pamjen time. Edhe ka mujt Ibn Taymija më thon këtij mbretit më thon na shtiu konaj me laqe. Edhe ka mojt ders, sikur pamjen tem. Edhe ky shmor na shtiu ndaj pozit që thon subhanallah. Kanë pas një burgos. Tani ky sultani thot Ibn Taymijes, ky mbreti thot, po pse s'ton ndoshta u konaj me laqe? Pse s'ton ndoshta u konaj me laqe pa thonë konaj shejtan? Çfarë Ibn Taymija? Thot nga se me laqet nuk rajnë. Thot shejtan mund me rajt, me thonë jam filoni as filoni, me lajket nuk rajnë. Kjo është dia e ndërtuar e thellë, ndërtuar në argumente, jo vetëm me emocione, po kam qef me thonë se bukur po del, ta tham, ja, s'ka kështu. Se kjo tani jetë në tokë, jetë e njerëzit. Andaj edhe në këto çështje na thomi, na shti e shejtani, na shti domthonjë çito mundësia e syve, shkenca që pas ka zbulu që qeni i ka çasti mundësi të syve që me pa djallin, na shti është kjo që ja mundson me pa djallin, po na shti nuk është, nuk e dim. Kryesor ata shka e dim është se qeni e shef shejtanin dhe në momentin që le natën sidomos është mirë për muslimanin me thonë eudhu billahi minash shaitanir rajim. Për arsye se është sunet, pe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse e vrejmë ose kena argument që prezanton shejtani, me thonë eudhu billahi minash shaitanir rajim, çu thojmë edhe kur kena vezvese, çu thojmë edhe namaz natën, domethënë namaz nëse na hin vezvese ose edhe natën kur jemi duke fjet. Allahu e di më së miri.